Radio. Albania Radio. Miq, si çdo të shtunë jemi në Vitality Vibes në valët Top Albania Radios me mua Ilvin. Në këtë emision kushtuar tërësisht shëndetit, për të gjithë ju që sapo keni ardhur tani, ju rikujtoj që mund ta ndiqni Vitality Vibes në faqen zyrtare të Top Albania Radios, gjithashtu në webpage topalbaniaradio.com për të gjithë të reja të fundit, të cilat ju mund të jeni interesuar për të ndjekur për të ftuarit tan shumë të veçantë. Sot në fakt un kam një zotëri shumë të nderuar, një profesionist vërtet, i cili prej vitesh punon në fushën e kirurgjisë orale dhe që do të thoya është një nga njerëzit më teknologjik në këtë fushë, me një dimension goxha të zgjeruar, edhe do të thoya që është nga ata individ të cilët unë mendoj që është disa hapa përpara krahasuar në fushën e dentistrisë me çfarë bëhet në Shqipëri, por edhe se si ecën dentistria nëpër botë. Mendoj që doktori është shumë i updateuar dhe është nga ata njerëz që vërtet un kam fatin ta kem sot në studio. Me mua profesor doktor Luan Mavriqi, mirëmbrëma, kirurg oral, dhe mirë se ke ardhur në Vitality Vibes. Mirë si u gjeta, faleminderit për ftesën. Jam i nderuar që jam pjesë e emisionit tuaj dhe shpresoj që ta justifikoj besimin që shpreh. Doktor, unë fakt do doja që kam shumë pyetje në kokë në fakt dhe nuk di nga të filloj, po dhëmbja janë 32, kështu që edhe pyetjet janë shumë, duhet të jenë shumë. Në fakt prej disa kohësh në Shqipëri flitet shumë për dentistrinë moderne, për këto facetat, për Hollywoodian smile, për gjithë to vipat që duan të jenë sa më bukur në aspektin e buzëqeshjes dhe të kenë një dukshmëri shumë të madhe, por patjetër që pa harruar edhe funksionalitetin. Çfarë janë këto facetat dentare, se këto veners që njerëzit shpesh duan të arrijnë këtë buzëqeshjen perfekte nëpërmjet këtyre facetave? Atëherë, në kohën kur unë kam mbaruar shkollën, nuk ekzistonin rrjetet sociale dhe kishim një renditje të prioriteteve për rehabilitimet e gojës në një farë mënyrë ose zëvendësimet e dhëmbëve të humbur, dhe aty thuaj që duhet ishte funksioni, mungesa e dhimbjes dhe estetika që ishte në vendin e tretë. Me daljen e rrjeteve sociale dhe prezencën e njerëzve tashmë në publikun e gjerë, pra ne tash në ditët e sotme nuk njohim vetëm njerëzit komshit tanë, po njohim për shumë më gjerë qytetin, shtetin, apo më përtej, domethënë mund të kemi miq në gjithë botën, kështu që do thotë që prezenca jon në për këto rrjete është e përditshme, do thotë që edhe estetika jon është, po kurimi i estetikës është gati i përditshëm, dhe duke qenë që goja bën pjesë në pjesën, domethënë në zonën më të dukshme në komunikim me njerëzit e tjerë apo edhe në komunikim në rrjetet sociale, ka bërë të domosdoshme tashmë që të përmbyset kjo renditja që ishte funksion, dhimbja dhe dhe estetika. Tashmë estetika ka zënë vendin e parë, padyshim që nuk duhet të neglizhuar edhe funksioni, por gjithsesi thash kjo ka bërë të domosdoshme tashmë që njerëzit të kenë kërkesa për estetikën dhe kanë dalë edhe këto termat e Hollywood smile apo edhe rregullimi estetikës dentare me anë të facetave. Ju i dizenjoni vetë facetat? Procesi i dizenjimit facetave ka dy faza. Faza e parë është diagnostikimi në një farë mënyrë, pra dëgjimi i pacientit, kërkesës çfarë, ose më saktë evidentimi problematikave dhe qëllimi që ka pacienti, pra çfarë kërkon të arrijë. Teknologjia tashmë ka bërë të mundur që ne të bëjmë një gjë që pacienti ta shikojë rezultatin e tij përpara se ai të ketë vënë dorë mbi dhëmbët, pra në sensin që kemi akoma mundësi të kthehemi mbrapa, pra ne arrim që me anë të dentistrisë digjitale të bëjmë të mundur që pacientit t'i ofrojmë rezultatin final pa e prekur akoma me dorë. Dhe kjo gjë e bën shumë më të mundur, shumë më të lehtë komunikimin me pacientin dhe shumë më të lehtë të kuptojmë pritshmëritë e pacientit kundrejt rezultatit të pritshëm, sepse shpesh ndodh ngaherë që mund të kemi pritshmëri përtej mundësive të realizimit, kështu që është mirë nëse ne i qartësojmë këto gjëra që në fillim, është më thjesht në arritjen e një rezultati të kënaqshëm final. Me që kuptova, prandaj jo më kot ju prezantova me një
formë të arritjes shumë dha në klinikën tuaj që ju jeni një ndër pionerët e teknologjisë të avancuar në dentistri, dhe ju jeni një themeluesi i klinikës Brianza Dent, e cila është një nga qendrat më moderne në vend. Fakt, unë ju kam ndjekur shumë shpesh në klinikën tuaj dhe të gjitha ato risitë që ju keni aty, por në fakt unë dhe për gjithë dëgjuesit dua të di, ju i vendosi pra virtualisht një pjesë të këtyre dhëmbëve ose të gjithë dhëmbët dhe pacienti i pëlqen ose si pëlqen dhe pastaj ju vazhdoni dhe provoni, domethënë nuk mbetet vetëm në nivel virtual, pra komunikimi i parë është virtual, pra kur pacienti paraqitet ne i bëjmë 2 ekzaminime bazë në fillim që bëhet një radiografi dhe një radiografi tridimensionale, bëhet dhe një ekzaminim tjetër që quhet face scan. Me anë të teknologjisë këto 2 imazhe bashkangjiten dhe ne arrijmë që të bëjmë në mënyrë virtuale kush mund të jetë buzëqeshja duke përdorur dhe inteligjencë artificiale, buzëqeshja më e bukur që mund t'i përshtatet kësaj forme fytyre apo fizionomie. Zgjedhën dhe një ngjyrë. Del 100% e realizueshme? Pikërisht, faza e parë është kjo pjesa virtuale. Në virtuale merret ai aprovimi paraprak në sensin për formën e dhëmbëve apo mallsinë, si shkojnë këto në buzëqeshjen e personit që është interesuar, pra që po merret në ekzaminim, dhe për të pasur një rezultat akoma më real, kalohet në një fazë të dytë që quhet mock-up, pra bëhet nga virtuale kalohet në situatën që ne mund t'i bëjmë një parafabrikim me rezinë, pra jo me materialin definitiv, por me rezinë, që mund të aplikohet në gojën e pacientit. Gjithmonë, akoma nuk kemi prekur dhëmbët e pacientit, bëhet një veshje sipër dhëmbëve të pacientit me këtë teknikën e mock-upit, dhe në këtë mënyrë pacienti mund t'i bëjë dhe video vetes me këtë situatën e re, pasi këto dhëmbë janë shumë të butë, janë në rezinë, pra nuk mund të kafshojë me to, pra mund buzëqeshit, flasit, krijojë video, dhe këtë video ai mund ta marrë me vete dhe e konsulton dhe me familjar apo me këtë do ai që ta konsultoj, por jemi akoma në fazën që pacienti nuk është bërë asnjë lloj ndryshe. Jemi thjesht janë bërë 2 skanime, pra digital radiografia dhe skanimi intraoral, i aplikohet në gojë dhe ai ka mundësi që ta rimendoj, pra nuk është që ndodhet në situatën vendos tani çfarë do bësh. Ai ka mundësi të bëjë një video të tillën, pra me situatën në gojë dhe ai e konsulton me familjarët. Në momentin që ai e pranon apo do të bëjë ndryshime, ne i rikthehemi këtij cikli që zgjat disa orë për t'u ribërë me një formë ndoshta të re që ai do donte. Dhe në momentin që pacienti bie dakord pastaj me situatën që atij ka pëlqyer, normalisht duke u sugjeruar edhe nga ne për format e dhëmbëve, në momentin që ai bie dakord, kjo mund të bëhet 100% reale pastaj në punimin definitiv. Çfarë është Ray Face? Ray Face është një kombinim kamerash, pra është një aparaturë që ka disa kamera të inkorporuar brenda vetes vet, që bën një imazh fotografik tridimensional. Kjo bën të mundur që ne kemi imazhin si të formës së fytyrës, formën e kokës, buzëve, kemi edhe format e dhëmbëve, dhe këtij imazhi i bashkangjiten dhe 2 skanime të tjera, që quhet skanim intraoral, pra skanojmë formën e dhëmbëve me anë të një skaneri tjetër, dhe i bashkangjitet dhe imazhi radiografisë tridimensionale Combin CT quhet, dhe në këtë mënyrë ne kemi gjithë këto imazhe të bashkangjitur me njëri tjetrin, që bëjnë të mundur që në laborator të kemi mundësi që të bëjmë në vlera në mallësi reale këto punime që ju përmenda, pra në fazën e parë bëhet totalisht digjitale, dhe faza e dytë bëhet mock-upi duke bërë zhvillimin e këtyre modeleve edhe përgatitjen e këtyre fasetave që janë plastike provizore në fazën e parë, dhe pastaj nëse kjo pëlqejet, kalohet në zhvillimin definitiv. Mirë doktor, DJ Kedos më thotë që duhet shkojmë pak në publicitet. Faleminderit për përgjigjen, rikthehemi pas pak. Mos e humbisni. Apo ndoqët I Adore You nga Hugel, por pa harruar Vitality Vibes, një emision i cili kushtohet tërësisht shëndetit. U rikthyem në këtë pjesë të dytë në Vallet Top Albania Radios me mua profesor doktor Luan Mavriqi, kirurg oral. Në fakt doktor, duhet jeni nga të vetmit profesor doktor në fushën e dentistrisë. Para kam njohur kështu profesor doktor. Jo, nuk jam e vërtet. Fatmirësisht jo, nuk jam vetëm unë. Se do të thënë nuk patjetër që të gjithë themi doktor, po në fakt me titull janë të rrallë profesorët në fushën e dentistrisë dhe kirurgjisë orale. Por dua të rikthehem pak diskutimit tonë më parshëm
Teksa po flisi për fasetat, edhe ju më iluminuat në fakt nëpërmjet teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, ku realisht me ç'kuptoj bën një punë goxha të rëndësishme. Pra, sot një dentist lodhet gjithmonë më pak për të hequr ato dhëmbët, për të provuar një palë, për të vënë një palë tjera, dhe ndërkohë ka një skaner të fundit apo një sistem dizenjimi e cila është bashkë me teknologjinë edhe me inteligjencën artificiale, ku pacienti me ç'kuptova ka një rezultat ka 100%. Ka mundësi ta shikojë rezultatin final përpara se të ketë marrë një vendim për të prekur dhëmbët. Shumë e rëndësishme. Doktor, për sa i përket fasetave, kur ju vendosni fasetat, a i dëmtojnë fasetat dhëmbët? Atëherë këtu ka pak spekullim, domethënë. Kemi dy mënyra, ose më saktë dy qasje. Dhe të dy qasjet nuk janë zgjedhje, varen nga situata klinike. Në rastet kur kemi mosha të reja që dhëmbët mund t'i kenë të bukur, por kërkojnë një perfeksion të këtyre dhëmbëve, kanë nevojë për ndryshime të vogla, në vend të fasetave përdoret diçka tjetër që quhet lumineers, që është një lloj fasete shumë më hollë se faseta klasike, dhe kjo vendoset mbi dhëmbin ekzistues dhe nuk ka nevojë që të përgatitet dhëmbi. Ndërsa fasetat klasike, veneersat, kërkojnë një përgatitje minimale të dhëmbit në varësi dhe të llojit të problematikës. Pra faseta është një zgjidhje jo vetëm për të përmirësuar në maksimum estetikën dhëmbore, por përdoret edhe në rastet në pacientët që kanë edhe problematika të dhëmbëve, të formës dhëmbëve, pra mund të kenë dhëmbë të veçkël apo dhëmbë me hapësira, mund të kenë dhëmbë të nxirr ose ngjyra e dhëmbëve nuk është ajo që ato parapëlqejnë apo do donin të kishin, dhe në bazë të këtyre problematikave përcaktohet dhe lloji fasetës, pra që të përdoret, që fillon nga non-prep, pra që nuk preket dhëmbi, deri në situata që kemi nevojë të prekim dhëmbin. Por gjithsesi, në të dyja opsionet, faseta është mënyra më konservative për të përmirësuar estetikën dhëmbore në krahasim me gjitha teknikat tjera që mund të jenë vendosja klëfave apo mënyra tjera, pra mbushjet apo çfarë mund të bëhen dhëmbëve për të realizuar një estetik. Pra vendosja klëfave ju nuk kuptoni gryerjen sadopak e dhëmbit, 360 gradë të dhëmbit dhe vendosja e një klëfi. Kjo është mënyra më agresive për të përmirësuar një estetik dhëmbore. Por dhe kjo nuk është zgjedhje. Pra në sensin kur e kemi domosdoshme të bëhet në këtë lloj mënyre, duhet bërë në këtë lloj mënyre. Pra nëse një dhëmbë është i thyrë apo është me mbushje masive, gjëra të tilla, jemi detyruar që të vendosim klëf absolutisht. Dhe gjithmonë përshtatshmëria edhe e pjesës së buzëqeshjes ose le të themi e dukshmërisë estetike, gjithmonë, pra jo vetëm ana funksionale në këtë rast, por dhe ana estetike përshtatet. Ne jetojmë në epokën fillohet me estetikën, pra absolutisht çështja funksionale është pjesa e mjekut, por prezantimi, komunikimi dhe ajo që pacienti kërkon në mënyrë gjithmonë pa hequr dorë është estetika, domethënë nuk kemi më kompromis në estetikë. Doktor, pa harruar që rrjetet sociale nuk është se avancojnë vetëm në dentistri, po rrjetet, domethënë teknologjia avancon edhe rrjetet sociale në një lloj mënyre deri diku nga aspekti psikologjik influencon edhe tek moshat e reja. Për shembull, nëse juve ju vjen një vajzë apo një djalë 19 vjeç dhe ka parë një aktor Hollywoodi dhe do t'i bëjë dhëmbët si ai, çfarë i sugjeroni ju? Fatmirësisht, mosha të tilla normalisht nuk kanë nevojë përveç rasteve që mund të kenë një aksident apo gjëra të natyrave të kësaj natyre. Pjesa më e madhe e këtyre mund të jenë dhe kandidat teknikës pa përgatitje non-prep, pra që ne mund t'i vendosim diçka pa përgatitur dhëmbin, pa e prekur dhëmbin. Në këtë mënyrë ai mund të realizojë qëllimin për të pasur një buzëqeshje, një ngjyrë dhëmbi ndoshta shumë më të bardhë apo më të bardhë se ajo që ka aktualisht, dhe pra mund t'i ofrohet teknika non-prep. Në një farë mënyrë ai vendos fasetat, por dhëmbët nuk i ka të prekur. Kur rasti është i tillë, në raste të tjera ne absolutisht ne tentojmë të ofrojmë teknikën sa më konservative, por estetika është një gjë individuale dhe në bazë të qëllimit apo statusit social që çdo individ ka. Pra sa e rëndësishme është për dikë estetika dhëmbore ose estetika faciale, sepse ka njerëz që punojnë në media që kanë mjet pune, po themi, të domosdoshëm, dhe aty nuk është që ne jemi ne japim këshilla, por në fund jemi të detyruar t'i ofrojmë një shërbim një pacienti, dhe pas dhënies së këshillave dhe të mirave dhe të këqijave të një shërbimi, jemi detyruar pastaj të bëjmë sipas kërkesës së pacientit. Faleminderit për përgjigjen, doktor, sepse realisht jo të gjithë
kanë ndërgjegjen dhe profesionalizmin që të sugjerojnë pacientin për bërë pikërisht zgjedhjen e duhur. Domethënë nga eksperjenca ime personale duke punuar edhe në një fushë tjetër, po dhe duke parë domethënë edhe pacient të cilët janë mosha të reja dhe realisht kanë bërë ndërhyrje estetike, them ndonjëherë, ora kush i bën këto dhëmb te ky personi 19 vjeç, domethënë që i ndron atë pjesën e gojës apo pjesën e buzëqeshpës, edhe sikur ai 19 vjeç ta doj me do e mos, domethënë ndonjëherë duhet të ndërgjegja. Ne kemi një lloj protokolli dhe një kohë. Pra asnjëherë ne nuk e fillojmë direkt një pacient të kësaj natyre, ne i japim një mundësi, pra i kalojmë këto faza që janë digjitale, që janë të paprekjen e indeve të dhëmbit, t'i lëmë kohë pacientit që të konsultohet me familjarët e tij, dhe absolutisht nëse është një moshë e tillë re, qoftë 19 edhe 20 vjeç, preferojmë që të jetë një prind me të, domethënë tentojmë që në takimin e ardhshëm të jetë i shoqëruar nga një prind që sepse në momentin që ne do kemi një teknikë që do ta prekim dhëmbin, do donim që të ishim të gjithë dakord me të mirat dhe të këqijat e atij shërbimi. Tani kthehemi pak tek ajo puna juaj ditore, domethënë ajo puna e kirurgjisë orale, ku besoj këtu ka lumë të fusha tamam e imja. Ku patjetër, ku besoj që tashmë është shumë e zakonshme bërja e kirurgjisë orale, implantologjisë, vendosja e implanteve gjithmonë edhe më shumë në moshat e treta sugjerimi i vendosjes implanteve është goxha i rëndësishëm. Për gjithë ata që na dëgjojnë, unë në fakt dhe unë personalisht do doja të isha pak dhe jam pak kurioz dhe do doja kisha pak informacion se kur është e nevojshme vendosja e një implanti. Atëherë, një shpjegim që një përkufizim i implantit që më ka dhënë një profesor im në specializimet e mia të hershme në Amerikë, përkufizimi për implantin dentar ishte i tillë që implanti dentar është i vetmi dhëmb artificial që duket si dhëmbi jot, do ta ndjesh si dhëmbin tënd dhe duhet ta trajtosh si dhëmbin tënd. Pra praktikisht, me pak fjalë mund të themi që implanti dentar është elementi më i mirë për zëvendësimin e dhëmbëve të humbur. Pra nëse dikush humbet një dhëmb, absolutisht sugjeroj dhe insistoj që zëvendësimi i këtij dhëmbi të bëhet me një implant dhe jo me mënyrat e tjera klasike. Mënyrat e tjera klasike ishin dhe vazhdojnë të jenë në përdorim, por ishin më shumë të domosdoshme në kohën kur nuk kishin zgjidhje të tilla siç është implanti. Por duke pasur parasysh përqindjen e lartë të suksesit të implanteve dentare, parashikueshmëria e rezultateve tashmë, pra nuk jemi në situata gri që nuk e dim se çfarë do ndodhi, tashmë protokollet janë të qarta në vendosjen e implanteve. Absolutisht sugjeroj që në moshat madhore, pra absolutisht nuk flasim për fëmijë, po 18 vjeç e lart kur ka mbaruar procesi i rritjes, çdo dhëmb i humbur sugjeroj fort që të zëvendësohet me një implant dentar. Doktor, DJ Kedos më thotë që duhet shkojmë pra publicitet, do rikthehemi pas pak. Rikthehemi në këtë pjesë të tretë të emisionit Miq me mua Ilvin dhe doktor Luan Mavriqin, i cili është gjithashtu profesor në universitet dhe doktor ju jeni edhe lektor ose profesor edhe në Itali, i jepni mësim dhe atje në universitet. Kështu që në emision në her pas here nxjerrim në një detaj se nuk i themi që të gjitha. Dhe është për tu theksuar që doktori është një ndër implantologët e parë në Shqipëri për zëvendësimin pikërisht të dhëmbëve të munguar ose dhëmbëve të humbur. Teksa doktori po më shpjegon për sa i përket vendosjes dhe rëndësisë së një implanti, unë dua të ndalem pak tek një detaj i rëndësishëm që ne diskutuam pak më parë, ku ju më thatë që është shumë e rëndësishme që dhëmbët e humbur të zëvendësohen dhe është shumë e rëndësishme që ju dhëmbët që i zëvendësoni ti shërbeni njësoj sikur të jetë një dhëmb normal. Por nga ana tjetër, tek moshat e treta ju më thatë që tek ata pacientë të cilët vuajnë nga diabeti, ka një rëndësi të veçantë vendosja e implantit apo një kujdes të veçantë. Zakonisht moshat e treta, pra që janë zakonisht janë mbajtës të protezave të lëvizshme.
Dhe një pjesë jo e Protezave të lëvizshme janë ato që e heqin me një te gota ujit, futen në gotë ujit, po. edhe vendosin prapë. Dhe por këto mosha zakonisht kanë dhe një numër sëmundje shoqëruese që mund të jenë përveç sëmundjeve kardiovaskulare, hipertensioni apo probleme tjera, një pjesë e madhe vuajnë dhe nga diabeti. Dhe diabeti në vetvete një ndër problematikat që kanë këto pacientë të protezave është që shkaktojnë plagë të cilat mezi shërohen. Dhe në eksperiencën time, thash unë kam rreth 25 vjet që vë implante, kam vënë re diçka që pacientë që vinë me denticion mix, le të themi, që kanë dhe dhëmbët e tyre, por kemi vendosur dhe implante, dhe këto pacientë i shoh mas shumë vitesh. Pra, këto pacientë me diabet shohim që dhëmbët mund të shkatërrohen dhe bëhen për të hequr dhe implantet vazhdojnë të jenë në gjendje shumë të mirë. Pra, në eksperiencën time, këto pacientë mund të rehabilitohen fare mirë me implante. Nga ndryshon situata kur këto paraqiten në moshat avancuara dhe me diabet në vlera të larta. Normalisht këtyre pacientëve ne i bëjmë trajtim pak më ndryshe, në sensin jo në planin kirurgjikal, se pak a shumë protokolli mbetet gati i njëjtë, por siç e dim, këto pacientë kanë pak problematika në shërimin e plagëve. Dhe për të ndihmuar, për të acceleruar, pra për të dhënë një boost këtij shërimi, ne përdorim shpesh ose në mënyrë e kemi pjesë të protokollit në pacientët diabetik, përdorim dhe dhomën hiperbarike, që konsiston në dhënien e oksigjenit hiperbarik, që ndihmon jashtëzakonisht shumë në shpejtimin dhe në shërimin e plagës që është formuar në vendosjen e implantit dhe në shërimin e implantit në vetvete. Dhe këto pacientë mbas shërimit të plagëve, pra janë kthehen në një gjendje mastikatore, pra ushqen jashtëzakonisht shumë, pra bëhen me proteza fikse. Dhe kalimi nga statusi në proteza të lëvizshme në proteza fikse është një ndryshim jashtëzakonisht i madh në cilësinë e jetës së këtyre njerëzve. Dhe në fundit në këtë mënyrë bëjmë atë që është qëllimi i mjekësisë, përmirësimi i cilësisë të jetës njerëzve. Për sa i përket implanteve, sa është jetë gjatësia? Dikush thot 25 vjet, dikush 30, dikush thot përjetshëm. Atëherë, implanti në vetvete është një material jashtëzakonisht i fortë, është titanium dhe presupozohet që mos ketë problematika. Tani jetëgjatësia e implanteve varet shumë dhe nga pozicioni, nga vendi, nga pacienti dhe një kompleksitet gjërash. Përmenda që parë që implantin duhet ta trajtosh si dhëmbin tënd, që do thotë që ka nevojë për mirëmbajtje, se është një punim protetik i një prodhim në laborator, pra është një manufat, është një lloj konstruksioni që ka nevojë për një lloj mirëmbajtje. Pra nëse pacienti ndjek këshillat tona, kryen mirëmbajtjen periodike, që mirëmbajtja nuk konsiston në gjë të jashtëzakonshme, ta trajtosh si dhëmbin tënd, që do thotë, përveç se ti pastrosh dhëmbët 2 herë në ditë në shtëpi, në një periudhë 1 herë në 6 muaj duhet shkosh dhe tek dentisti juaj që të bëni një kontroll dhe një pastrim apo një mirëmbajtje. Nëse ju ndiqni këto protokolle, un kam pacientë që i kanë implantet të vendosura që 25 vjet më parë, domethënë në fillimet e mia dhe vazhdojnë, mund të kenë humbur dhëmbët, po implanti vazhdon të jetë në gojë. Ashtu sikurse kemi pacientë që janë totalisht neglizhent dhe ato paraqiten me problematika. Implanti në vetvete nuk jep probleme, por implanti ndodhet në nofullën e pacientit. Dhe çdo problematik që asociohet nofullës, gingivave apo nofullës, pra çdo infeksion që mund të asociohet, pra mund të bashkangjitet këtyre indeve, afekton dhe implantin. Pra në një farë mënyrë, nëse pacienti nuk bën mirëmbajtje dhe është duhanpirës kronik në doza të mëdha, nuk pastron dhëmbët, absolutisht që shanset që të infektohen gingivat janë shumë të larta. Në momentin që lind një infeksion nëpër gingiva, kjo mund të transmetohet dhe në kocka, detyrimisht transmetohet dhe mbi implant. Por zakonisht implanti është viktim, nuk është shkak. Është viktim e një keqtrajtimi që i bëhet nga ana e pacientit. Teknologjia në implante më përpara kërkoi bëjmë një skaner, bëjmë një grafi, po tek tuk më vonë u avancua pak duke bërë një skanerizim të gojës. Jam plotësisht i bindur që teknologjia dhe inteligjenca artificiale besoj do e ketë lehtësuar këtë punë dhe nëse ju mund më jepni një informacion, vendosja e implanteve sot si përcaktohet që të jetë 100% fiks e aty ke vendi duhur. Ashtu siç e përmendët, pra teknologjia dhe në implantologji teknologjia luan një rol të jashtëzakonshëm. Përmendë që parë që punimet mbi implante janë konstruksione mekanike dhe çdo konstruksion mekanik varet shumë nga precizioni i pjesëve përbërëse të këtij konstruksioni mekanik.
absolutisht që elementi bazë është implanti. Ose më saktë janë themelet e këtij ndërtimi, pra këtij konstruksioni që janë dhëmbët e ardhshëm, me të cilët pacienti do ushqehet. Duhet kemi parasysh që forcat që ushtron mbi dhëmbë janë jashtëzakonisht të mëdha. Se forcat e muskujve të nofullave janë shumë të forta. Dhe precizioni i vendosjes implantit luan një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm, gati përcaktues në suksesin e ardhshëm ose më saktë në gjatësinë e punimit të ardhshëm. Kështu që teknologjia ka bërë të mundur që pra edhe hapi i parë ose elementi bazik i kësaj teknologjie është radiografia tridimensionale ose Combin CT. Me anë të kësaj radiografie ne kemi mundësinë që të kemi nofullat e pacientit në kompjuter dhe ne përcaktojmë me precizion ku ne mendojmë ku kemi kockën e duhur, volumin e duhur që ne të vendosim implantët. Mbi këto ne kemi edhe elemente shtesë që janë teknologjia e vendosjes implantët me guida ose në mënyrë robotike. Vendosja duke përdorur këtë lloj teknologjie ne bëjmë të mundur që implantët të vendosen në një precizion jashtëzakonisht lartë. Dhe sa më preciz i vendosim implantët dhe precizionin konsiston në vendosjen në vendin e duhur, në lartësinë e duhur, në gjatësinë e duhur, pikërisht aty ku ne mendojmë, pra si mjek që ai luan rolin më të saktë. Kjo teknologji e bën që punimi të jetë gjatë. Doktor DJ Kedos thotë që duhet largohemi sërish, do rikthehemi në pjesën e 4 të emisionit. Jemi në këtë pjesë të fundit të emisionit miq, me mua në studio profesor doktor Luan Mavriqi, kirurg oral, rreth 25 vjet eksperiencë nga implantologët e parë në Shqipëri. 25 vjet në implante, 28 vjet eksperiencë. 25 vjet në implante, jo më kot tash, nga implantologët e parë në Shqipëri. Dhe super teknologjik në vendosjen e implanteve, tek sa më thotë që inteligjenca artificiale është një ndër risit ku përcakton saktësinë e vendosjes implanteve. Doktor, më shkruan dikush që ndjek emisionin dhe më thotë kam pasur një shembull të keq të vendosjes implanteve dhe nëse mund ta pyesni pak doktorin, a mund t'i heq këto implante, t'i rivendos sërish dhe të revizionoj edhe një herë, le të themi të revizionoj edhe një herë gojën, një episod i shëmtuar, më shkruan. Absolutisht që implantet mund të hiqen normalisht. Sugjeroj që dëgjuesit shkojnë te një specialist këtë herë, sepse shpesh ndodhin në situata që gjithë mjekët stomatolog tentojnë të bëjnë gjitha, por nuk është e vërtetë, domethënë që të kalosh të bësh implante, duhet të bësh trajnime, specializime, pra nuk është një terapi bazë, aq më shumë që flitet që po punojmë në kockë. Kocka është një ind që humbja e cilit nuk është e thjeshtë të rikuperohet, pra duhet që të jemi të kujdesshëm në vendosjen e implanteve. Pa dyshim që implanti do hiqet, por do ketë një kosto në sensin shëndetësor që do kemi një pjesë, një humbje të kockës pacientit. Kështu që do të sugjeroja që një pacient të interesohet më përpara në mundësinë apo kualifikimin e mjekut për vendosjen e implantit. Pasja një dentisti të besuar nuk është mjaftueshëm si fakt që mund të jetë dhe implantolog i mirë. Shumë përgjigje e saktë dhe shumë e sinqertë në fakt, sepse gjithë dentistët në fakt tentojnë të shkojnë drejt implantologjisë, domethënë bëjnë ca punë që me do e mos i takojnë kirurgut oral, implantologut apo dhe kirurgut maksilofacial. Domethënë ndonjëherë i ngatrojmë edhe këto pozicionet dhe se ku duhet shkojmë. Mbase gjithë ata dëgjues duhet të kenë një informacion që realisht duhet shkojnë për implante tek një implantolog apo një kirurg maksilofacial. Besoj është rruga e drejtë që duhet ndjekin. Aktualisht legjislacioni nuk ka një definicion sakt, por të paktën duhet që mjeku të ketë një uri, pra të ketë bërë trajnimet e duhura për të realizuar këtë procedurë. Absolutisht edhe implantologjia ka nivelet e saj, pra fillohet që nga niveli bazë, i mesëm dhe i avancuar, që këto janë nivele që nuk janë zgjedhje, por është kualifikimet e vazhdueshme që një mjek bën, që derisa të arrijë ato nivelet e kirurgjisë avancuar, që konsiston në vendosjen e implanteve që janë implante strategjik të tipit implante zigomatik, implante pterygoid, nazal apo superiostal. Shumë më të avancuar. Është më e avancuar si kirurgji dhe kërkon absolutisht kualifikimet e duhura për ta bërë këtë kirurgji. Pra, heqja një implanti dhe rivendosja nuk qen ka dhe kaq që është mundshme bëhet. Po është si keq, besoj. Normalisht është një proces që bëhet, mund të hiqet dhe vendoset tjetër njëkohësisht, kështu që në një farë mënyrë niveli i stresit është i njëjti dhe nuk unë zakonisht tentoj të bëj atë teknikën one stop, në sensin që edhe kur bëj
rigjenerim apo tentoj që numrin e kirurgjive ta minimizoj në një farë mënyre. Pra në një kirurgji tentoj të bëj sa më shumë procese të mundshme. Shumë doktor e trajtojnë implantin me faza. Disa e aplikojnë, le të themi, atë kafshimin apo presionin në mënyrë të drejtë për drejtë, nëse mund ta them kështu. Pra dikush thotë më njëhershme dhe ngarkesa e vonuar. Dikush thotë që, okay, po e mbushim pak me kock, pastaj po vendosim dhe implantin dhe pastaj po presim 5 muaj, 6 muaj dhe pastaj bëjmë një kirurgji tjetër për të vendosur atë kurorën sipër. Ndërkohë që dikush vendos që ti bëj të gjitha në një proces. Atëherë, nga varet kjo. Kur bën protokollet fillestare të implantit, pra implanti u shpik për të parë nga Branemark dhe mënyra e vendosjes së implanteve dhe ngarkesa e tyre u bën në mënyrën klasike pra u trajtua implanti si një plagë kockore që ju dha mundësinë vendosjes së implantit pritjet që të shërohet kocka në kohë të caktuar, pra për noflën e sipërme rreth 6 muaj dhe për noflën e poshtme nga 3 deri në 4 muaj dhe pastaj kaloi në vendosjen e dhëmbëve. Por me zgjerimin e njohurive mbi ngarkesën në kockë, në fillim është përdorur nga ortopedët, pra kur vendosin artikulacionin koksofemoral, ato që në ditën e nesër me të nxjerrin duke ecur, absolutisht ato nuk çojnë duke vrapuar, por duke përdorur mjetet ndihmëse ju kaloni në ecje. Pra, është vënë re që kocka është një ind dinamik, që do thotë nëse ngarkohet në mënyrën e duhur dhe në mënyrë të menjëhershme, shërimi është më i mirë se sa në rastet kur pritet shumë kohë për të shëruar. Po absolutisht zgjedhja për të bërë ngarkesë menjëhershme apo ngarkesë të vonuar nuk është zgjedhje që bëhet përpara a priori. Në një farë mënyrë gjykohet sipas rastit klinik. Por preferohet kur është e mundshme që ngarkesa të bëhet imediate, sepse dhe reagimi i kockës në këto raste është më i mirë. Pra shërimi është më i mirë, më i shpejtë. Ndikon osteoporoza? Absolutisht, çdo sëmundje që afekton kockën ndikon në vetvete dhe mbi implantet. Por edhe osteoporoza është vënë re që edhe pacientët osteoporotik mund të trajtohen me implante, thjesht kohët e shërimit duhet të jenë pak më të gjata, absolutisht shoqërohen dhe me oksigjenin hiperbarik, përveç rasteve kur të smurët me osteoporozë kanë mjekime që janë të tipit injeksione intravenoze që janë faza më të avancuara të kësaj sëmundje që e përjashtojnë mundësinë e vendosjes së implanteve. Doktor, një mesazh të fundit para se ta mbyllim. Në kohën e sotme çdo njeri është sukses të mplakësh, por të mplakësh me proteza është gabim. Duhet të kesh dhëmbët fiks. Implantat e bëjnë të mundur. Profesor Dr. Luan Mavriqi, ishte kënaqësi që ju kisha sot në Vitality Vibes. Faleminderit për ftesën. Presoj që të jemi sërish bashkë në momente dhe në diskutime të tjera. Faleminderit DJ Kedos, faleminderit Alice. Ju uroj një fillim jave të mbar. Dhe mos harroni të ndiqni Vitality Vibes në Top Albania Radio, në YouTube, po gjithashtu dhe në webin zyrtar topalbaniaradio.com për të ndjekur artikujt dhe informacionet më të fundit mbi shëndetin. Bashkë do ritakohemi të shtunën e ardhshme në orën 19 deri 20. Natën e mirë dhe mirë dëgjofshim.